Njëri që ishte një qytetar, një aty që ishte shoqërues me nga këta që po shoqërin Berishën, i thot Berish, ta shau nonën, shkelqim hakla. A kupto? Po në fakt nuk ishte ai. Jo. Unë nuk e pash. Nuk e pak ju, e kupto. Unë si Baram nuk e pash. Si isha mas Berish, ishte tribuna poshtë. Po njerëzit thotë që nonën e ka shau shkelqim hakla. Po dhe çfarë tha Berisha? Atër, Berisha si një tropojon, që është nga tropojës Berisha, unë me mëjën, njëri që nga politike ju këtëri personale, a i tha, atër foli, tha, du me vete atë që më shau nonën mu. Du, tha me vete atë që më shau nonën mu, shkelqim hakla ishte. A kupto? Pra, kjo është ajo që piknisja, kjo është kush donë të thonë nëshej, që kush të rrenë. Unë kam qenë prezent i ndërruar, kam qenë në tribunë. Jam, që është zhvillu në gjarja, ma që mëj. Filloj, u i thash, mos të ne aftike, thash, ti për ikës më në lesherën do. Që a bënë shumë rëbur. E filloj, Berisha, që është një rrëtheni të stjellë për tribunë, e du me veti, nuk iki pa e marrë me veti, shkon ju, e filloj, i thash, prezentot, lethash mitingun, se unë nuk jam ka iki. E më kapi, jo, tha, atë po prezentoj deputet, tha, pro. Edhe prezentoj deputet, më duke që ka qenë Xhedet Mehmeti e Azem Hajdari. Mos nga po fsha. Edhe, këtu maroj mitingun më së mëj, as nuk ka të kush më ne, pra, as ka të kush për më ne do në gjo, kena shkue, ishim shumë të mërzitur, me thonë të nga kjo ngjarje, edhe kemë shoqëru Berishën deri në traget. Kena shku në traget, më ka thonë, Sali Berisha, ti je vlla jonë, ti je njëri shtëpisë tonë. Njëri Berisha sa, faleminderit shumë për te, për Mustafa, kena abort. Thash une, inshallah fitoni pushtetin se su bjen me më për barojnë, për ato punë. Këpë në traget shkon, nuk isha unë ai që kam fut në tropoj, Sali Berisha vitin në tropoj vetë, po unë isha garant që nuk ka shërë. Edhe e përcollëm aty, sa mu që po tritonim, tha mu, tha, u shkytoj për atje. Për të gjohë që ka Barami e njofë, unë fakt të në shehun, e njofë kjush vitin të dhejtë, që jam shtruën në spitalin e numër 2 të klinika e parë, e tritoni ka qenë reanimator, ku unë jam operu. Edhe njithëm me tritoni, ka qenë Rushen Golemi, shefe pavioni, edhe njithëm, e plus PD, u bashkunet. Edhe si përfundim, më falenderun shumë mu, dhe i kenë punë të vetë ata, dhe deri sot, më ka sigurat në përbërami. Pra, dhimimi është ky tropoj. Okej, do të kërkoj ndjes për një ndërprerje publicitare. Kemi vetëm 1 minutë e pak, do të thënë që kemi një publicitet dhe kthehemi sërish në bisedë. Publicitet. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit, jemi sërish live me Bajram Mustafën, një rrëfim për
disa ngjarje që ka qenë dëshmitar dhe një prej tyre që sapo e dëshmoi është ajo e vitit 97, e qershorit të vitit 1997 në mitingun e Partisë Demokratike në Tropoj. Po, zoti Mustafa, jemi sërish në linjë. Mbas kësaj ngjarje, çfarë ndodhi pastaj mbas kësaj? Kjo ngjarje aty nuk, kur dola u ktheva nga tragedi, që përcon Berishën, e te tragedi takoj Halil Haklen, porrinte me disa tjerë, edhe më thot mua Kushërin, thot, unë ala makinë, ma bonë me dorë, unë ala makinën, thot Kushërin, thot, nuk i kisha pritë se ti bëhesh krah armiku tonë. Thash, për çka nuk, edhe yllëm sa Kushërin, për çka armik vëlla? E diti tha se sot tha mjesa ka vdek e Sakal Hakla, jo e thash, po tha në natën mram, është vratha të ura e zdogit, të thash në ura motit, Sakal Hakla e kishin djallë Xhaxhaj, këta Fatmiri e Halmili këta, i kanë dalë në prita, po vjithë, ka plagos Fatmiri, ma spjegoj. Qa thumër, thash, zdin gjomër, la. O, tha, jo, për zotin, thash. Thash, po dhe me pa dit, që ka po më Berisha, unë dojtë mirësha, po këtë nuk kam dit, thash, me thonë të këtër. Tha, po, tha, më spjegoj që këshuta, e kanë arë këtë trageti, tha, edhe nuk i ka pranu, ka thonë Berisha, mos i futin tragete, ka ik, tha, tragedi, e nuk i kalon, tha, si kishtë dek edhe i shok tjetër, për Koçane, Sati Koçane, tha nuk i ka marrë, tha, me tragedin. Atër ma vojnë, mora vesh nga njerëz që ata kishin ardhë, për nuk kishin ardhë këtë tragedi, po kishin ke ura poshtë, edhe nuk i ka prit tragedi, po thonë jo Berisha, mos i prit e radikim. Po kjo ishte ajo që ishte shkaku që pas kanë pas shërën ta. E kuptova. Tani, mbas kësaj, ngjarja më e rëndë është ajo e vrasjes së Zemajdarit. Unë e thash që pak më lart, ju keni qenë një nga ata që keni takuar pak kohë përpara se të vritej. Ai kishte qenë një miting në Fier dhe erdhi në Tiranë dhe u fut në selinë e Partisë Demokratike. Kishte vjen lushte. Po. Me datë po filloi nga fillimi. Me datën e O1-2 nuk mbaj më mirë, datat shtator. 98. 1998. Më thret Azemi në telefon, kishte thirrë disa për punë, disa punë personale, edhe më thot hajde ti në Tiranë. Pra po shkova unë. Shkoj në Tiranë, edhe më thot u futet të zyra, dëmdëllapi është korridor, thot ku po shkon, thot mu, është Azemi, më ka thirrë, marr për Tropoj, thot, dhe me ishim shok, njëfëshim Tropojan. Tha, u futa unë. Ta pisi po predikon në burë, për e presin nga do të ashtë, mu ka thirë, mu jera nga Tropoja. E futem rëndë, po futem pak e si. Edhe më thot, u hirë me pjetë Azemi, thot, po të e rëmë, thot, tash, e herë Allah për e Tropoja. E mirë, tha një gjithë, tha, do presish një në korridor për rëmë, tha, është do presish ki jashta, është edhe dem dëllapi, edhe e fu dorë në gjep. Në lek kisha të isha njëri me më pare, s'këra nëve për lek. Edhe e fu dorë në gjep, i kap më gjerë, 10.000 lekshe, po të merë, shkoni pini në gjo me demen, një gjysore, hajde një pasën. Hajde, jo më rrasë kam nevoj për lek, sa shumë, shka e fut kap, sham kalemo, më ndonë, o lek, për karamele. Jo, tha, e më nëzër me jep në dorë me zërën, e më shtyr të dera, e më mena kur shok, thash, në dha dhemi 20, ki shojmë 20.000 lek. Thash, e thash, shkoni pini kafe ti me demen, se s'di kur vjetë. E tha, dema shkojmë, jo më mërë, thash, pa e të shkojmë. Kitë ko, të në katë, se atër për deja ka qenë dy katë. Po, të seli e vjetër. Po, në katë dytë, sa i këshkatë, katë gjatë, ishtë zyra më shku të zyra doktorit. E pari zyra shtypit, ma se në fund doktorit. Për drejt korridori, ishte mojta zyra Jozefinës, ma se në zyra tjera, katë gjatë zyra Azemit. Edhe për ishëm korridori në dy bo me mbët ku, vjen Marrem Hakla. Marrem Hakla vjen me gjithë një tjetër. Une nuk e, për momentin, nuk e mërë me në kush ishte,
edhe përshnet marrë, ja ku shë i si, i shikoj, ku po shko këllu, thash, tha o të shku tek Azemi, fudet të Azemi. Ky djali, ky personi që shëqënde, ishte Fred Duka, i shkrytarë Shikun Tropoj, po une nuk e pash momentën, unë nuk kam pas kur muhabet me te, do mëra s'kem pi kafe, po e ka nusën Tropojone. Edhe, u futën mram, thash, po bësh muhat me demën, po këtë sa të këto. Këtë kohë me ti një 10 minuta, 15 minuta, maksimum asë, më në egzakt nuk e di, po jo më shumë se 15, dolen. Përshëndetje kur shërim, tha përsëri marremi, Fredi edhe në përshëndetje, i kënë punë vetë, i kësa me demës. O këta më erdhen, kur shof unë aty një shdetare modhe, aty që dukës nga jashtë pedea, nga obori pedes, kur shof një forestrat, për në në pojë një shumë atë forestrat, a ishte një forestrat që lëvisën ta njëzën e Fatmirit. Edhe ishte i Mitsubish e njërë i kuqe. Edhe, futet Azemi, unë poj mua betë që kisha ma Azemin, mjepi porosi Azemi, mjepi letër për mja dhonë dikujna, se nuk mund të thëmë, edhe, iki unë, shkojnë të rëpoj, mas të 10 ditë, 12 ditë, të takoj këtë data 14, për takoj ka, 12 ku e vra Azemi, se varros për 12 është vrar Azemi në orë 9:12 minuta. Pa, ta shekësa. Unë kisha ardhë në Tiranë, si isha detreja si more, dhe kisha ardhë për të marrë librat që kishte furnizimin për rrethën e Tropojës. Librat e fëmijëve, Nxënës së shkollës. Edhe në qytetin e Nxënësit ka qenë një magazin, edhe u fushë makinat në radhë. Ishte radhë e modhë atje, ishte ka krahë sipër ka ekonomi, ku më zgab, jo ndërtimit, i ku qëllaj, magazina, që po kujtohet mirë, qëllaj ishte rruga maj, edhe ishte magazina, edhe fushë makinat me radhë. Najtëm 2 ditë, najtëm në radhë për shty makinat, se një makinë bënte 2 orë, 3 orë më ngarku. Edhe ishte 20 makina. Edhe se vesh i makinu afronte të dera, si ishte qumi, thia jo. Merë radhamu ngarkova atë dite me datën 12, ngarkova, edhe zite ke të ushtarë pa njofë, në lo fogonin që kisha une, fogonin e madhë, 5 tërës, edhe lo aty, të ushtarë pa njofën, e parkova edhe shkejnë kam të pedeja. Për kam të pedeja edhe në sipër në katën e dytë për balë kishtë lokali qadra, si ishte guzim biberit, kishin tjerë, kushtë një kukësjan, e kishin lukash mu për balë deres pedes. Edhe atje sipër ishte, në katë dytë ishte Ali Ponari, Ali Jusen Ponari ka vdek, dhe i kam kushin nga nona. Edhe ma bërë me dorë, hajde sipër. Dalë sipër me pi kafe me Alin. Nuk isha shku me taku karkanën. Edhe tu i shku në aty, të ashti me hypë të shkallë, me hypë të këtë lokali, ku shof Azemin, del nga pedeja, dhe Fatmija zbret nga makina që kishte sjell makina shoferit familjes, duket ka qenë sa misula. Edhe i bjen aty dhe bashkoni vinë me po distancë afrë, 50 metra, janë thëtë mu, ha, po ti. Tash, narkova librat, tash, fësere, të bëve shumë, jam të pi thaj kafe me Fatmira, me djale, me vajzë. Dhe kështë 7 zonë, me këtë djalin tjetër të fundet. Edhe, po, më thotë, edhe, po shkemi pi kafe. A do rrisht, thotë, hajtë tako, më thotë, pim kafe nesër, nuk e di më duhet me ikë shpejt, nuk e di, thash edhe, po më pret Ali Ponari, thashën. Edhe, ja boni me dorë Ali, si ishte këtitarja, këthej kokën, se një është mirë, një për sipër unë, ta iken, ku shkoj sipër unë, Ali Ponari ishte me Ismet Haxhin, të i pi kafe, edhe me një tjetër
Hamza Avdi është në përbatim me pa i punonte me policinë disha punonte. Po unë Ismet Haxhi nuk flitësha. Nuk flitësha Ismet Haxhi ishte shef qarkullimin branësor dhe mua nuk më afirmosi për fugonin e drejtorisë hasimore për që është aksidentue dhe për me marrë lek drejtoria me blej fugon tjetër. A kupto, firmos ke. Faktikisht, a i kishte drejtë se fugoni nuk ishte karambolu, po i tha shok, me qenë kështu për me fitu drejtoria e me blej tjetër që ishte prish. Edhe nuk thyrësha me Ismetin. Me gjithë se i kisha shok. Izetin, shok i Lirin, vlajnë e tja kishën punu në policinë Vlorë bashk, shok i Samedinin, nuk thyrësha me Ismetin, se në tropeant, kështu i jena. Edhe në njërë shefi Këllaj. Kur shof Ismetin nuk shkajnë. I thot Alia kësa kamarja, shko bjere i birë Baramit, e bjene i birë Kriko, thash jo, ja marrë në dorë, ullën tavolin tjetër. Nuk i thash jo, Ali si nuk flasë, nuk vjatë të dhështë. E piva birë në avash, paguj 50 lekshin, 50 qendarë ka ishte. Ajo, bira, Kriko, e vogël, bje poshtën. Kitë ko përsëri, që i trasisht, den azemi nga lokali, me që thot mirën e me fëmijës ishte, edhe më thot mu, po te apo më rumua, dhe ashtë jo për zotin, që atrujnë me, ka 2 qesh. Edhe, thot mu, thot, jam të ikë, thot, pse ka shpeti, thash, sa jam të ikë, tha, për me po, tha, që e kem qu, tha, këtë të vëshjaku, kaseten, emitimu që kam bon, tha, në firë e në lutje, edhe do shok, ishe e aku që të vëshjaku më duke djep të lajme në orën 8:30, më s'ka po shak. Edhe, jem të shku me po, tha, s'ti ka dorë mitimu, okej, hajde nesën të mu përna, jo, thash du me ikë nesën, e kam i qo libra. Ku të shkoshta të Ismetit për burën e motës, të mota po të thashon, atje njëm të shku, ja vazhdojnë, më tha, Ademi, më tha diçka mu i pyti për dikën, i pa emër shumë, pyti e ki pa kushën, edhe i thashë jo, kam 3-4 ditë rruga se kam pa, okej, më tha mu, tha, po një të fona kushët, edhe thuj që Azem Hajdari është burë ma fjallin. Bojtë falen da kordi i ka mëne, edhe i ka më puntime, shkaj të shkolla bashkume, e lo makinen, sa ty ka pas pin burë motës motra, e mu përbal, ku ka qenë gjëntori aty në cepe ka në shpin, e lo e futit e i prakim aty përbal konservimit gjakut, edhe e lo makinen liku. Këtë kohë sa futa ndoshin, por rinfa kur këj burë motrës, Ismeti, me me të pasë të nuk jetën, më kërset sa u bëram, thot, amarove pëse të shumë qake, për të alësha. Thot, hajde thot që kanë gjytë, nëzëm hajdorin të bëdea, kur la të bëdea dash e lashë. Dalun, shkoj me marë makinin, para makinës tim kishë vu makina tjera, që unë thash da ka ora 8 manë. Kishë vu makina tjera, në radë, thena, edhe përbal shpisë, përbal derës, hyrjes, modestimet, burë modestime shpip, të karë, aty, ka shqis shkollës bashkumë, Skanderbej, e ishte i shkak i tyne, ishte një lami, thoshin, islam, edhe i kësë ndërë, i thash, ola, ama e be, kis një bez 220, ama e thar, o 200, ma e thash në makinen, se këshu, jo, apo vjerë qëmë dhe ke bideja, në qelë se shko vetë burë, pasë se më kjarë, me qenë se ka ndonë në gjarja, s'koj të bëdeun, e lo makinën tu, aty afresir ku ishte vra, ku ishte makina, ku ishte Kristian makina e këtyne, e Fatmijet e këtyne. Edhe, ishte alilu sa të jashtë. Të mu, qa bomër? Kanë vrazim, ta thumër tash, po kur vla, ku shë vra? Sa mu, sa, po tha, e kanë vra, tha, ja, kanë shumë, Fatmijet e këta, qa thumër, në ku kënë? Tu, au, edhe, këtë kohë, erën policia, s'kish në policia akoma të është. Erën policia, po binte i vesë fije, ho. Po, ka qenë duke rënë shi, po. Edhe, erën policia,
edhe po veshin tash e shëritin, s'ke krimi. Edhe të makina e lomit, që bërë ladër kjo, e ratash një më t'i po. Po t'i ideja të si ju bërtir që policët nuk kishin frikë, nuk të bënin. Po s'kisha pse, e largunet e shëritin, mora makinën në zora, thash, po shkej, jo s'kep se shkom, thash, sa lusha të spitare shtrak sekondi. A e thash, nuk s'kom qëmë bëjmë. Kësa e na shkej të shkolla bashkume,